Kriza në Ukrainë nuk do të ndikojë në vendimin e shteteve të NATO-s për pranimin e Maqedonisë në aleancë. Kështu shprehet ambasadori i Ukrainës në Maqedoni, Yuri Goncharuk, duke përsëritur faktin e njohur prej vitesh se pengesa e vetme e Maqedonisë për antarësimin në aleancë është kontesti i emrit me Greqinë. Kriza jonë nuk do të ndikojë, sepse Maqedonia duhet të negociojë me Greqinë. Ju e dini se NATO-ja nuk mund t'i shkel parimet e saja, po ashtu edhe Bashkimi Evropian. Hyrja e Maqedonisë në NATO më shumë varet nga zgjidhja e çështjes së emrit me Greqinë. Këtë në fakt e vërtetoi edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Rasmussen gjatë vizitës së fundit në Maqedoni. Me sa e di, ai e përsëriti qëndrimin që ka NATO-ja për Maqedoninë, se zgjidhja e kontestit me emrin do të thotë ftesë për antarësim. Por Goncharuk lë dyshime për situatën politike në vend. Sipas tij, ajo që po ndodh në Ukrainë do të reflektohet në Ballkan dhe në tërë botën. Gjithçka në këtë botë është e lidhur mes veti. Asgjë nuk ndodh vetvetiu dhe sigurisht që pasojat mbesin, e sidomos në rastin me Ukrainën. Është një shtet i madh evropian dhe njëri prej kontribuesve për paqen në Evropë. Prandaj nga ajo që ndodh brenda vendit tonë, varet edhe klima politike në tërë Evropën. Sigurisht që edhe Ballkani dhe Maqedonia do të ndjejnë ose tashmë janë duke ndjer pasojat e asaj çfarë po ndodh në Ukrainë. Pyetja tjetër është se në çfarë përmasa. Përkeqësimi i situatës në Ukrainë do ta përkeqësojë situatën në Evropë dhe ka mundësi që pasojat të jenë me përmasa edhe botërore. Goncharuk në intervistën për Radion Evropa e Lirë gjithashtu foli edhe për ndikimet eventuale të krizës ukrainase në ekonominë vendase dhe çështjen e ndërtimit të porrojit jugor për furnizim me gaz.